Përshëndetje fëmijë, sot do të mësojmë për format. A jeni gati? Atëherë le të fillojmë. Kjo është forma rreth. Rreth. Rrethi është i rrumbullakt. Kjo është një katror. Katror. Katrorët i kanë 4 ane. Kjo formë është një trekëndësh. Trekëndësh i kanë 3 ane. Ky është drejtkëndëshi. I ka 4 anë, por jo të barabarta. Ky është një yll. Yll. Kjo është forma zemër. Zemra tregon dashuri. Kjo është forma ovale. Ovale. Ngjon si një vezë. Kjo është forma gjashtkëndësh. I ka 6 ane. Faleminderit që mësuat format me mua. Mos harroni të pëlqeni videon dhe të abononi Shqip Kids. Deri herën tjetër, mirupafshim. Shumë faleminderit.